A e dini qysh ka vdek Rugova? Qyteti i Pejës mburret me Rugovën, besa krejt Kosova, pamje të jashtëzakonshme që të kënaqet syri e të pushon shpirti, por ky vend tash ka mbetur në gjendje të mjerueshme. Investimet, hotelet e villat kanë mbetur pa u vizituar nga njerëzit, po ha mendoj që ky vend tash vizitohet veç prej fantazmave. Por pse? Kjo rruga që është Pej Kuqisht, është magjistrale cila është kompetencën e Ministrisë Infrastrukturës, edhe që 7 vjet është investu në mirëmbajtjen e kësaj rruge. A keni bë kërkesa ju kryetar? Qysh që kem bë. Herës ju në marë parasysh, a? Kanë shty, herë njëna palë, herë pala tjetër, kanë thonë që po dojmë pare me bo investimin, dikush ka do pare për me bo projekt, po asë një investim që është kryesorja mirëmbajtja së shmo. A po do një me boju një farë rregullore për turistat me pagu 1 euro ose 2 nëse hyn nalt? Ajo është kompetencë e Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik, e cila ka po një propozim që për të ardhmen, për me mujtë mu regjistru turistat që flajnë në për villa të në Rrugovë, me konë edhe një fi prej 1 eurove që shkon për mirëmbajtjen e gjelbrimit e pasërtisë ndjesht e Rrugovës. A keni ndonjë plan zhvillimor ju për pjesën e Rrugovës? Për me nxit, si më thon turistat, me nxit me shku? Qysh se kem na jem të bo investime për kashi planit zhvillimor komunal, i kemi bo 270 kilometra asfalt jashtë kësaj rrugës që është rruga kryesore që është në kompetencën e Ministrisë Infrastrukturës. Qeveria nuk po don me investu në këtë rrugë, tash sa po di unë kanë qitë një projekt 350.000 euro për me bo projektin e rehabilitimit të kësaj rruge, e mandej me qitë të nderin me rehabilitu. E të qendra skimit e teleferiku, a keni qosje jo? Të qendra e teleferikit i kemi bo 2 shpronësime komuna e Pejës, 2 hektar tokë me vlerë diku 800.000 euro i kemi shpronësu. Nuk kemi budget me shpronësu edhe 1 hektar tjetër. Besoj që vitin tjetër do shta mbrim edhe qatë 1 hektar me shpronësu, edhe me qenë komplet teleferiki pronë publike, se është pronë private dhe mandej kur kanë provat probleme ndër me vetja e s'po funksionon. Si që shini dhe ju vetë ka absolutisht një qetësi absolute e cila do të thotë nuk ka turista, nuk vren lëvizje turista, do të thotë është shumë shqetësuese për këto ndërmarrje do të thotë private të cilat kanë investuar sidomos në gastronomi dhe hoteleri, të cilat janë në gjendje shumë kritike në mungesën do të thotë turistave, një ndër shkaqet kryesore të mungesës sidomos sezonin e dimrit është edhe mos funksionimi i teleferikut, i cili nga kompania private e cila e mbikëqyr, ne nuk vretëm rrugës as ndonjë njoftim i cili do të njoftonte se teleferiki nuk punon, që turistat mos ta përshojnë këtë rrugë, do të thotë që nga Peja e deri në Bogë. Çështja tjetër është edhe mali i zi do të thotë në shtedim, në bjesht e shtedimit është duke ngrit një qendër të re për skemën e cila shumë shpejt do të nxohet. Unë mendoj se ajo do të ndikojë dukshëm në mungesën e turizmit, sidomos të pjesës së skimit, domethënë skiatorëve në zonën e Rrugovës. Shumë punëtorë do të thotë lënë theksohet se kanë mbet pa punë, që kanë punuar në këto hoteleri, të cilat janë frekuentuar nga turistat e që sot nuk frekuentohen nga askush dhe është një zonë e boshatisur. Në viteve të kaluara është investuar për pjesës komunës të Rrugovë. Mirë po zakonisht edhe ndrojnë rrethonat sepse jeta është dinamike, është e tillë, domethënë rrethonat ndrojnë çdo herë. Aktualisht nuk është një gjendje e mirë e Rrugovës, ka disa faktorë që ndikojnë në këtë aspekt. Nuk është edhe gjithë faji domethënë te komuna, këtu ka faj edhe pjesa e nivelit qendror. Faktori i parë kryesor është rruga Pej Kuqisht që është mjaft e dëmtuar. Domethënë nuk po mirëmbahet, ka pjesë që duhet të bëhen sanime të tërësishme. Deri më tani domethënë kanë shkuar 4 vite dhe kanë qenë disa intervenime shumë simbolike. Kjo është faktori edhe kjo arsyeja e parë pse njerëzit hezitojnë me anën Rrugovë. Arsyeja e dytë është se këtë rrugë është dashur me u lidh me malin e zi.
Si për shenjë domethënë këtu ku jemi te pika turistike, kufiri është i mbyllur, qeveria nuk po bën asgjë se ta hap kufirin me pjesën e Çakorit. Kryeministri Kurti ka pas një premtim fushat se do të hapet kjo rrugë. Mirë po kjo rrugë vazhdon të jetë e mbyllur tash ka 26 vite. Domethënë njerëzit për bor vinë një herë në Rugov, mirë po ata që skijojnë vazhdojnë me ardh prapë, arsyeja që 2 vite nuk punon teleferiku. Edhe kjo ka ndikuar më të madhe që të ketë mungesë turistave në zonën e Rugovës. Kur i kanë drejtora, keni ndonjë financa jo për pjesën e Rugovës? Vetëm pjesën e infrastrukturës kanë qenë rreth 10 milionë euro investime për këto 10 vite të kaluara që janë në Rugov. Mirë po prapë nuk është këtë kompetencë komunale. Komuna duhet bëj edhe duhet investoj prapë. Një gjë negative që më ka rënë sy tani nga komuna është që komuna ka filluar një rregullor për vendosjen e taksës për turista. Domethënë komuna po pretendon që edhe po krenohet që ka me detyru me pagu ka 1 euro ose 2 euro taks turistat, por në mendimin tim kjo ka më ndikuar akoma më tepër negativisht se njerëzit po s'marrin pej.